Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëmbëltyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bëj prej tyre, amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht do përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do t'ju përkujtoj edhe juve, ka të bëj me temën dëmet e lëndëve narkotike dhe dehëse. Dëmet e lëndëve narkotike dhe dehëse. Vëllezër të dashur, Allahu i lartësuar në një ajet kuranor na drejtohet dhe na thot kështu: Ja eyyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir. O ju që keni besuar, o ju që keni dëshmuar dëshmin e besimit Allahut dhe keni thënë La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innamal khamru wal maisir. Vërtet pijet alkoolike, dehse, maramense, wal maisir, kumari, bigjozi, pra alkooli, dhe gjitha pijet tjera dehse, po ashtu dhe lëndët narkotike. Pastaj kumari dhe bigjozi, wal ansab, po ashtu edhe ansab, janë vende ku theret kurban përveç Allahut Gjelleshanuhu. Pra altar në të cilët shkojnë njerëzit, bëjnë kurban në ato vende për dikënd tjetër jashtë Allahut Gjelleshanu, quhet ansab. Wal azlam, ndërsa azlam është hedhja e shortit ose shigjetave nëpërmes të cilëve ti dëshiron ta dish të ardhmen tënde. Pra, kanë hudh shigjeta dhe nëpërmes atyre çfarë ju ka dal aty, edhe e kanë kuptuar sa të thone, ose mos u thone, ose është khajr, ose është sherr, pra edhe hudhja e shigjetave. Rijsum min ameli shejtan, vërtet janë punë të neveritshme. Vërtet janë punë të fliqura, të cilat u nxit dhe zbukuron shejtani. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, kështu që ju hiqni dorë nga këto punë. Largohuni nga këto punë. Qoftë alkooli dhe lëndët narkotike, qoftë kumari, lojrat e fatit, qoftë hedhja e shigjetave, që të gjitha janë të ndaluara rreptësisht, janë vepra të fliqura, të neveritshme, pra besimtari obligohet që të heq dorë prej tyre. E nëse ne, o vëllezër të dashur, dëgjojmë Allahun, heqim dorë prej tyre, padyshim që Allahu na garanton në pjesën e fundit të ajetit ku thot la'allakum tuflihun, vërtet që ju tuflihun në këtë formë, duke u larguar nga këto çështje të neveritshme, do të jeni të shpëtuar edhe në këtë botë, edhe në botën
tjetër. Vëllezër të dashur, ajete na bëni të qartë këto çështje dhe ndalimin e tyre, dhe se heqja dorë prej tyre na siguronte shpëtim, sukses edhe në dunja edhe në ahiret. Padyshim që të gjithë ne e dim çështjen e alkoolit dhe ndalimit të tij në Islam. Të gjithë ne e dim çështjen e ndalimit të drogës dhe lëndëve tjera narkotike në Islam. Po ashtu ne të gjithë e dim çështjen e kumarit, pra lojrave të fatit në Islam, dhe se që të gjitha këto janë rreptësisht të ndaluara në fen ton të dashur Islamin. Kjo është çështje e njohur në mesin e besimtarëve. Madje e din edhe jo besimtarët se muslimant këtë çështje i kanë rreptësisht të ndaluara. Mirë po, unë nuk dua që të nisem nga kjo pikë për të trajtu temën. Nuk duhet nisem nga pika e sqarimit se alkooli, bigjozi, droga qenë ka haram. Po unë zbashku me ju, insha Allahu Teala, dëshiroj të trajtoj këtë temë duke u nisur nga një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e transmeton Buhariu në Sahihun e tij në koleksionin e tubimit për mbledhjes së haditheve të sakta nga pejgamberi alayhi salam, në të cilin ai thot. Ta dëgjojmë të gjithë së bashku pikën nga ku unë du të analizoj dhe të trajtoj këtë temë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "La yakunanna min ummati aqwam." Shumë është e rëndësishme, vëllezër. Shumë është e rëndësishme. Ju lutem, ta dëgjojmë me vëmendje dhe ta kapim këtë aspekt të kësaj teme që sot inshallah së bashku do ta trajtojmë këtu. Thot: "La yakunanna min ummati aqwam." Do të ketë nga ummeti im aqwam, popuj, njerëz, yastahilluna al-hirra. Subhanallah. A mund t'ja u paramendoj? A mund ta paramendoni këtë çështje? Thot yastahilluna al-hirra, që do ta lejojnë zinan. Do të ketë që do ta lejojnë zinan. Wal harir, do ta lejojnë mëndafshin për meshkujt e ummetit Muhammedit alayhis salam. Wal khamra, do ta lejojnë alkoolin dhe lëndët narkotike. Wal maazif, dhe elementet apo mjetet muzikore. Ashtu si e dëgjuat, ashtu është dhe kështu transmeton Buhariu. Buhariun e dim libri më i sakt pas Kur'anit famëlart, i cili merret si burim i shariatit Islam. Ky hadith gjendet në Buhari.
Nga vetë fjala e pejgamberit alayhi salam do ta lejojnë, do të vinë njerëz që do ta lejojnë. Çfarë nën kuptojmë, o vëllezër? Nën kuptojmë se ka qenë e ndaluar, apo ka qenë e ndaluar, po do të vinë të tjerët dhe do ta lejojnë. Nëse ne analizojmë sot gjendjen e muslimanëve si shoqëri muslimane, si ummet musliman, ne fatkeqësisht e them wallahi, të dridhet zemra dhe shpirti nga këto fjalë, fatkeqësisht dëgjojmë andej e këndej zëra që veç kanë filluar jo në formë direkte të i lejojnë këto të ndaluara, por në formë indirekte. Në formë indirekte mund të kuptohet në disa forma të lehtësimit të rrugës drejt lejimit të tyre. Unë nga kjo pikë du të analizoj sot zbashku me ju çështjen e alkoolit dhe lëndëve narkotike. Mund nga kjo pikë që dëgjohen zëra, andej e këndej, të cilët në forma të ndryshme veç se kanë filluar të zbusin çështjet e tilla. Kjo na bën neve që ne ta trajtojmë këtë temë nga ky kënd. Ta trajtojmë këtë temë nga ky prizëm. Nga prizmi, çfarë? I fillimit të lehtësimit deri sa do të vinë të tjerë që ta lejojnë në forma të ndryshme, edhe alkoolin, edhe më ndafshin për burrat e ummetit musliman, edhe alkoolin, pastaj edhe mjetet muzikore. Çështja tjetër, o vëllezër, që na nxit neve të gjithëve, pa përjashtim, ta trajtojmë këtë temë, është edhe fakti i shtimit, vëllezër, shumë e rëndësishme, fakti i shtimit me keqardhjen më të madhe, me zemrën më të thyer, me fytyrë të skuqur, që bit dhe bijat tona, të rinjt dhe të rejat tona, me të madhe, është e përhapur edhe alkooli, edhe lëndët narkotike, sa që kemi filluar të dëgjojmë nga më të afërmit ton, pa përjashtim, nuk kam qëllim ndonjërin, flas në përgjithësi, ka filluar që të diskutohet dhe të bëhet si diçka e pranueshme në rrethin dhe shoqëritë muslimane. Jo vetëm në vendin që ne jetojmë këtu, por edhe në Ballkan, edhe në Turqi, edhe në vetë botën arabe, në shtetet me afër 100% musliman, nëse shef raporte të konsumimit, të alkoolit dhe lëndëve narkotike, do të tërqethet trupi, do të thehet zemra, do të ulish kokën, do të skuqet fytyra nga gjendja dhe situata
tepër e rënduar që mbretëron në mbar globin sa i përket shoqërisë muslimane, mirë po edhe mbar njerëzimit, ku ne takohemi me njerëz që nuk i përkasin edhe islamit, kanë fe tjetër, po kemi të njëjtat hale dhe të njëjtat derte sa i përket konsumimit të rive të alkoolit, pijeve dehse dhe lëndve narkotike. Që të marrim forcën maksimale dhe të ndryshojmë këtë gjendje dhe këtë situatë, fillimisht si individ, pastaj edhe si familje, pastaj edhe si shoqëri, unë o vëllezër të dashur, do të kujtoj veten time edhe juve me disa tekste që tregojnë rëndësinë e largimit nga këto vese, që të marrim forcë, vullnet, së bashku, si individ, si familje, të japim forcën maksimale që të ndalojmë diçka të tillë. Kujtoj një hadith i pejgamberit selam ku thot: "En rajulan qadima min Jayshan wa Jayshan min al-Yaman." Në njëri erdhi te pejgamberi alayhis salam nga vendi i quajtur Jayshan, i cili ndodhet në Yemen. Fasal an-nabi sallallahu alaihi wasallam an sharab yashrabunahu bi ardihim min ad-dharra. Dhe pyeti pejgamberin alayhis salam për një pije që e pinin ata në vendin e tij dhe bëheshte nga drithrat. Prodhoheshte nga drithrat. Dhe erdhi dhe e pyeti pejgamberin për këtë pije. Yuqal lahu al-mizru, quhet al-mizr. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kur e pyeti për këtë lloj pije pejgamberi selam, ai ju kthie dhe e pyeti duke i thënë: "Awa muskirun huwa?" Shifni, çfarë pyeti për atë pijen e re që ishte e njohur në Yemen? "Awa muskirun huwa?" Ajo pije që e pini, a të deh ajo, ta merr mendjen? Kal naam, tha po i dërguari i Allahut, ajo të deh, ta merr mendjen. Qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam: "Kullu muskirin haram." Çdo pije, çdo lënd e cila të deh, ta mbulon trurin, ta merr mendjen, haram, është haram, e ndaluar e prerë, me ndalimin më të ashpër nga ana e Rabbul Alaminit. Inna ala Allahi azza wa jall ahdan liman yashrabu al-muskir. Të dëgjojmë që të gjithë, të nxitemi që të gjithë, të marrim forcën që të gjithë, me atë mundësinë maksimale, si prind, si individ, kudo që të jemi dhe të gjendemi, të marrim hapa konkret, të mos i dorëzohemi një realiteti të tillë, e të ndalojmë në maksimum veset e tilla. Mbajnë mend vetëm këtë fjalë pejgamberit alayhis salam. Besoj se do të na nxit shumë që ne vërtet të jemi vigjilent në këtë çështje. Çfarë thot për selam? Vazhdon thot: Inna ala Allahi azza wa jall ahd. Allahu azza wa jall ju ka premtuar, çfarë? Limen yashrabul muskir, ai cili pin alkool dhe pije dehse dhe lëndë narkotike,
të ka premtuar Allahu dhe ai nuk e them premtimin e tij. Çfarë thot? En yasqiyahu min tinatil khabal. Allahu të tillëve do t'ju jep të pinë në botën tjetër nga tinatul khabal. Qalu ya Rasul Allah. E pyetën pejgamberin alayhis salam, o i dërguar e Allahut, wa ma tinatul khabal? E ç'është tinatul khabal? Qal iraqu ahli an-nar au usaratu ahli an-nar. Tha djersa ose lëngu i banorëve të zjarit. A nuk është kjo diçka e neveritshme që neve na trishton dhe ta marrim seriozisht dhe mos t'i dorëzohemi një realiteti të tillë të ndikojmë në maksimum që të pengojmë të rinë dhe të rejat tona nga këto vese. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, duke na tërhequr urrëtitje për çështje të tilla, ai na thot kështu: La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Kurvari derisa bën kurvëri, ai nuk është besimtar. Pra në atë moment thuhet nga disa dietar që imani i rinë, do me thonë, përmbi. Nuk është brenda tij. Wa la yashrabu al-khamra hina yashrab wa huwa mu'min. As ai që pi alkool në çastin e pirjes së tij nuk është besimtar. Shese çfarë ka thënë selam? A nuk është kjo pra një nxitje, një motiv që ne qemi në maksimum të ashpër kundrejt veseve të tilla? Wala yasriku hina yasrik wa huwa mu'min. As vjedhsi në çastin e vjedhjes nuk është besimtar. Në një hadith tjetër profeti sallam thot kështu: Thalathatun qad harrama Allahu alehim al-janna. Pra le të shfrytëzojmë këto tekste që të nxitemi për diçka të tillë. 3 grupe njerëzish u ka bë haram Allahu xhennetin. Subhanallah. La hawla wala quwata illa billah. Kush qenë kanë? Mudminul khamr. Ai që është i varur nga alkooli, alkooliqar. Që është i varur, mudmini thotë rëvish, mudminil khamr. Që është i varur nga alkooli. Wal aaq, ai cili sillet keq dhe nuk respekton prindrit e tij, grupa e ditë që kanë haram xhenetin. Wa ad-dayyuth alladhi yuqarru fi ahlihi al-khabath. Dhe dayuthi dhe ne e përdorim ai cili nuk xhelozon sa i përket moralit dhe nderit të familjes së tij. O vëllezër, që edhe më shumë të nxitemi, që diçka e tillë edhe pse me shumicë përdoret fatkeqësisht edhe nga të rinë dhe të rejat tona, në për atë hall edhe flasim këtu, që të marrim hapa konkret çdo njëri, apo e ken punë një, e ken një lërlink, e ken një tri, e ke di, thuja more, aktualizoje, përmendja, tërhiqja vërejtjen, udhëzoje, si kjo është një e zezë për mbar shoqërinë muslimane, po të paktë për mbar shoqërinë njerëzore, po të paktë ndër muslimanët nuk ishte nevojshme. Bili deri në këtë mazë, që të trishtojnë statistikat, sa i përket konsumimit të pijeve alkoolike dhe lëndë narkotike në vendet me 100% musliman. Të mundohemi, o vëllezër. Çfarë thot pejgamberi selam? La'ana Allah al-khamr. Allahu e ka mallku alkoolin, njëjtë edhe lëndët narkotike. Shef khajr, i ka mallku. Wa sharibaha, edhe që e pin, do të jetë i mallkuar, është i mallkuar. Wa saqiha, ai që e mbush atë. Wa bayi'uha, ai që e shet. Wa mubta'aha, ai që e blen. Wa asiruha, ai që e prodhon. Wa mu'tasiruha, ai që
e merr atë nga prodhuesi, wa hamiluha, ai që e bart, wal mahmula ilay, edhe ai ati që i bartet. Çdo njeri që merr pjesë aktive në pijet alkoolike dhe lëndet narkotike, ai është çfarë? I lanet nga Allahu i lartësuar, me gjuhën e pejgamberit sa. E çfarë është lanet? Me të largu Allahu nga mëshira e tij. E kush është i larguar? Është shejtani. Ne gjithë funksionojmë me mëshirën e Allahut. Nëse atë nuk e kemi, atëherë wallahi sent s'kemi. Alkooli është nëna e të këqijave. Çelësi i dëmit më të madh. Dhe e keqja dhe prishja më e madhe e individit, familjes dhe shoqërisë. Bashkë me të, edhe të gjitha lëndët narkotike. Nga hashishi, afijoni dhe gjithë të tjerat. Të gjitha këto hynë në një grup dhe janë nëna e të këqijave. Rastet që kanë përfunduar me një përfundim fatal, sa i përket këtyre çështjeve, ju i dini edhe më mirë se une. Për atë, le të shërbejnë këto tekste dhe rastet me përfundime fatale nga këto shkaqe, si nxitësit për ne që të marrim hapa konkret. Do të përfundoj me thirrjen për veten time dhe për ju që të bëjnë kujdes më shumti në këtë çështje për arsye të obligueshmërisë së tyre ndaj fëmijëve të tyre prindrit. Në bazë të statistikave, sebepi më i madh i kësaj gjendje dhe situate janë mos kujdesi i prindërve ndaj fëmijëve të tyre në këtë çështje. Neglizhenca e tyre, fatkeqësisht. Atje ka edhe aspekte dhe ndikues shumë të tjerë, shoqëria, rrethi, krejt ndikojnë. Ama e para është prindi. Le të vetëdijsohemi fillimisht si prindër për këtë çështje, si familje dhe si shoqëri, të ndikojmë në ndalimin dhe pengimin e alkoolit për të rinjtë të reja tona dhe lëndëve narkotike. Lusë Allahun e lartësuar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, na bëj neve ja Rabb. Bëri fëmijët tonë, ja Allah, bëri dhe mbar besimtarët musliman nga ata të cilët heqin dorë nga alkooli, pije tjera dehse dhe ato lëndë narkotike. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.